mungesa babait, për shembull, ka qenë një nga ato, që nuk ka qenë prezent në jetën time, dhe pse me telefonat dhe çdo gjë tjetër ka qenë, por kur mentaliteti dikur ka qenë shumë ndryshe, nëse ti nuk do ishe në këtë rast, nuk thoj se një familje e shëndetshme, që të kishe mamin dhe babin, edhe këtu ishte bullizimi. Kurse sot, për shembull, unë jap një mesazh për të gjithë, nëse çifti nuk është mirë me njëri tjetrin, është shumë më mirë të ndahet dhe fëmia rritet më shëndetshëm duke pasur përkujdesin e të dy prindërve nga shtëpia të ndryshme. Por që dikur ishte dhe fëmia automatikisht fillon i bën pyetje vetes, po pse ndodhi kjo, pse se ka mund, pse nuk dihet i barabartë me. Megjithatë koha ta shëron çdo gjë, po kjo ka qenë një nga gjërat që e kam përjetuar. Të ka parë ai ndonjëherë nga afër duke vallëzuar jo asnjëherë. Ja, e kam ftuar disa herë, por babi është një natyrë energjik, dinamike dhe kur sot s'është nesër. Se ka dot, Ja, biles një herë, nuk e kam folur 3 muaj, sepse i kisha premtuar një bilet, edhe më premtoj që do vinte, e kisha me shumë qejf. Tash tani është babi në skenë dhe 10 minuta para shfaqjes më ka çuar mesazh që më vjen keq që jam dot. Po, babi, megjithatë, unë sot kam një marrëdhënie shumë të mirë dhe mendoj që ne prindrit nuk i zgjedhim, patjetër, por jemi aty edhe duhet jemi aty për to sido që ata të jenë. Dhe i mat, në këtë moment që flasim, ka bërë një suport i jashtëzakonshëm për sa i përket gjendjes ekonomike, për sa i përket sa gjërave që mua më ka siguruar dhe më ka bërë më të thjeshtë rrugtimin tim. Domethënë, unë gjithmonë them një shprehje. Mua tani nuk më duhet të heci më në gura, sepse prej ti e kam një rrugicë asfalti. Kështu që për këtë jam falenderues shumë. Edhe pse kjo ka ndodhur, pra keni pas një mbështetje, ti ke qenë ideale që qysh në moshë të re, këta është ta kesh këtë pavarësimin financiar, e besa edhe sikur e ke ndjerë ndër dijen tënde të barën ose të mbështetjes financiare për nënën. Qa ke punu s'pari he? Ose cilën qa ke bo me rogën e parë? Rogën parë, pagesa parë, po e mbaj mund si sot, ka qenë 35.000 lekë të vjetra, që në euro është 35 euro. 35 euro. Ka qenë një performancë që unë e kam bërë në Vlorë. Ka qenë një performancë që nuk ishte asë në karakterin tim, ishte performancë hip-hop, mbaj më një koreograf atëherë më mori, dhe unë nuk e dija që do paguesha. Dhe më thot, kemi një aktivitet në Vlorë, në shesh të Vlorës ishte, dhe tha, ti tha, je shumë i mirë dhe për hip-hop dhe për këtë, i thash, po unë kam bërë vetëm klasike ose disiplinat të ndryshme. Shketa se ti e për balon. Dhe unë kam qenë 14 vjeç, po. Shkuam në Vlorë, po, mbarum performancën dhe duke u kthyer në Tiranë, biles ka qenë ora 4:30 mëngjesit, dhe duke u kthyer në Tiranë, momentin që arrim në qendër dhe na prisnin vinte